Të nderuar shikues, përshëndetje. Përkallëzimi i presionit amerikan dhe Venezuelës gjatë presidencës së Donald Trumpit nuk mund të kuptohet si një reagim i izoluar apo i rastësishëm ndaj zhvillimeve të brendshme në Caracas. Edhe pse arsyet e Trumpit për sulmuar Venezuelën janë droga dhe pushteti jo legjitim i Nicolas Maduros, ky kërcënim, sipas ekspertëve, është një alibi e njëjtë me atë të pushtimit të Irakut nga SBA në vitin 2003, kur akuzat e fabrikuara nuk u takuan me realitetin pas pushtimit paligjshëm nga SBA. Edhe pse Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh i naftës në botë, Venezuela mbetet strategjikisht jetike për shkak të rezervave të saj gjigante energjetike dhe minerare. Ajo zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës, si dhe pasuri të mëdha ari, koltani, bakri dhe minerale të rralla të domosdoshme për teknologjitë moderne. Çështja nuk është furnizimi amerikan me energji, por kontrolli gjeopolitik i burimeve. Sulmi ndaj Venezuelës duhet parë edhe si pjesë e konfliktit më të gjerë global mes SBA-s dhe rendit multipolar në formim. Caracasi ka forcuar marrëdhëniet me Pekinin dhe Moskën, është përfshirë në projekte alternative financiare dhe energjetike dhe ka refuzuar hapur diktatin amerikan. Agresioni ushtarak i Donald Trumpit ndaj Venezuelës, sipas ekspertëve, nuk buron nga shqetësimi për demokracinë apo luftën kundër drogës. Ai është produkti një strategjie më të gjerë për ruajtjen e hegemonisë amerikane, kontrollin e burimeve strategjike dhe frenimin e rendit multipolar në ngritje. Venezuela tashmë është në pritje të sulmit, e rrethuar nga aeroplan mbajtësit amerikane dhe kjo jo për shkak të trafikimit narkotikëve as për shkak të naftës, por për shkak të kontrollit të rëndësishëm politik të vendit amerikano-jugor, vlerëson gazetari Jassim Al-Azawi, që nga shtatori disa anije janë goditur nga raketa amerikane në brigjet e Venezuelës, duke vrarë 10 persona, ndërsa administrata Trump justifikon këto sulme si pjesë të një lufte kundër narkotikëve. Burime venezueliane dhe analistë ndërkombëtar theksojnë se viktimat e para ishin peshkatarë civil, duke ngritur dyshyme serioze për një operacion të ndërtuar mbi narrativa të fabrikuara e jo mbi prova të verifikuara. Përshkallëzimi amerikan nuk është ndalur vetëm te përdorimi i forcës ushtarake, por është shtrirë edhe në frontin ekonomik, me sekuestrimin e një cisterne nafte në ujërat venezueliane, një veprim që Caracasi ka quajtur akt piraterie ndërkombëtare dhe që sinjalizon kalimin drejt një presioni të kombinuar ushtarak dhe financiar. Më 2 shtator, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump publikoi pamje të paqarta që tregonin një raket duke shkatruar një varg peshkimi pranë bregdetit Venezuelës. 11 persona u vranë në vend. Administrata i quajti ata narkoterrorist. Burime venezueliane i identifikuan si peshkatar. Që atëherë, ushtria amerikane ka kryer të paktën 22 sulme, duke vrarë 87 persona, ndërsa hetimet zbuluan se sulmi i parë përfshinte edhe një goditje të dytë për të vrarë 2 të mbijetuar që ishin kapur pas rënojave. Një krim i mundshëm lufte sipas të drejtës ndërkombëtare, vlerëson Jassim Al-Azawi, gazetar dhe analist politik. Mërkurën, SBA vazhdoi me sekuestrimin e një cisterne nafte në ujërat venezueliane. Një përshkallëzim që qeveria e Venezuelës e përshkroi si vjedhje flagrante dhe akt piraterie ndërkombëtare, duke nënvizuar kalimin e Washingtonit drejt shtrëngimit ekonomik krahas forcës ushtarake. Administrata Trump i paraqet gjitha këto si luftë kundër narkotikëve. Kritikët e quajnë ndryshim regjimi, por dimensioni më rrezikshëm i kësaj krize nuk ka të bëjë as pak me Venezuelën. Ai lidhet me konsolidimin e pushtetit ekzekutiv brenda vetë SBA-s, thot Al-Azawi. Nëse kjo do të kishte të bënte me naftën, asgjë nga qasja aktuale nuk do të kishte kuptim. SBA prodhon më shumë naftë se çdo vend tjetër në histori, duke eksportuar miliona fuqi çdo ditë. As Amerika dhe as Europa nuk përballen me mungesë nafte që do të kërkonte ndërhyrje ushtarake. Venezuela ndërkohë zotron rezervat më të mëdha të provuara në botë, 303 miliard fuqi, por infrastruktura e saj e naftës është rënd e degraduar. Më domethënëse është se rrugë ligjore për qasjen në naftën venezueliane tashmë ekzistojnë. SBA mund të heqë sanksionet, të zgjerojë operacionet e Chevronit ose të rihap korridorin energjetik, masa që nuk kërkojnë as anije luftarake, as anashkalim të Kongresit.
Ndryshimi themelor në llogaritjen e Washingtonit për Venezuelën lidhet më pak me kompanitë e naftës dhe më shumë me fondet e kapitalit privat dhe kontraktorët e mbrojtjes, interesat të përqendruara jo te fuqit, por te kontratat e rindërtimit, të drejtat minerare dhe leverazhi territorial në një skenar pas Maduros. Së bashku, këto dinamike e bëjnë të qartë se logjika që drejton politikën amerikane qëndron jashtë ekonomisë së naftës, shkruan Al-Azavi. Që nga viti 2015, SHUBA-ja ka mbajtur një emergjencë kombëtare lidhur me Venezuelën, sipas aktit të emergjencave kombëtare. Kjo shpallje hap qasje në mbi 120 kompetenca statutore specifike, përfshirë sekuestrimin e aseteve, rregullimin e tregtisë dhe dislokimin ushtarak, autoritetet që anashkalojnë autorizimin normal të Kongresit dhe funksionojnë në mbikëqyrje minimale legjislative. Trump ka shtresuar sistematikisht masa të tjera emergjente. Në mars, ai e shpalli Tren de Aragua, organizatë të huaj terroriste, zgjeroi për kufizimin ligjor qeverisë së Venezuelës për të përfshirë praktikisht çdo entitet të lidhur, nga ministrit te ndërmarrje shtetërore, dhe vendosi tarifa 25% për vendet që importojnë naftë venezueliane. Në gusht, ai nënshkroi një direktivë sekrete që autorizon përdorimin e forcës ushtarake kundër karteleve të drogës në Amerikën Latine, një vendim i marrë pa përfshirjen e rojës bregdetare dhe i mbështetur vetëm të asetet e marinës, duke thyer dekada precedenti të ndërhyrjeve detare dhe duke konsoliduar më tej diskrecionin ekzekutiv. Ajo që e bën këtë dislokim të paprecedent nuk është madhësia, ndonse grumbullimi i grupeve të aeroplanmbajtësve, bombarduesve B-52, avionëve F-35, nëndetuseve dhe mbi 15.000 personelit, përveçson praninë më të madhe ushtarake amerikane në Amerikën Latine që nga lufta e ftohtë për mungesë autorizimit nga Kongresi. Ligjvënës nga të dyja partitë janë ankuar se nuk është ofruar justifikim ligjor, lista objektivash apo prova për personat e vrarë. Senati ka refuzuar 2 herë rezoluta për të kufizuar autoritetin ushtarak të Trumpit ndaj Venezuelës, duke lënë pushtetin ekzekutiv në fuqi, pa kontroll. Senatori Lindsey Graham e bëri objektivin administratës të qartë, duke i thënë CBS-it se qëllimi është ndryshimi i regjimit dhe se Trump ka gjithë autoritetin në botë për të kryer sulme. Ekspertët ligjori karakterizojnë gjithësisht sulmet detare si të paligjshme, sipas të drejtës amerikane dhe asaj ndërkombëtare. Megjithatë, informimet e klasifikuara për udhëheqjen e Kongresit përfshirë seancat të fundit ku Hegseth refuzoi të angazhojë për publikimin e pamjeve të plota të sulmeve, nuk kanë prodhuar asnjë kufizim domethënës të veprimit ekzekutiv. Modeli që po shfaqet është ai zgjerimi të diskrecionit presidencial. Sa po thirren, kompetencat emergjente bëhen mjete vetëpërjetuese që normalizojnë veprimin ushtarak unilateral. Në vend që të përdoren për ndërhyrjet synuara, ato po përdoren gjithnjë më shumë për të prodhuar konfrontim dhe për të përshpejtuar ndryshimin e regjimit pa një shpallje lufte nga Kongresi. Aspekti më tinzar i kësaj krize është se ajo prodhon një kërcënim të ndërtuar enkas për të legjitimuar zgjerimin e pushtetit ekzekutiv. Nafta nuk e ofron këtë pretekst, por etiketimi si terrorizëm, po. Kjo lejon ushtrimin e autoritetit pa Kongresin, pa mbikëqyrje dhe gjithnjë më shumë pa rezistencë. Venezuela bëhet e dobishme jo për burimet e saj, por për rolin e saj si një mjet politik në një dramë kushtetuese, shkruan Al-Azawi. Ndërsa Trump i ka kërcënuar hapur me sulme toksore dhe ka deklaruar se hapësira ajrore mbi Venezuelë duhet të konsiderohet e mbyllur, administrata po harton në heshtje plane për ditën pas në rast se Maduro bie. Populli venezuelian, që tashmë vuan nga kolapsi ekonomik dhe represioni politik, përballet tani me perspektiven e të qenit dëm kolateral në projektin e konsolidimit të pushtetit të dikujt tjetër. Më shumë se 7 milion venezuelian kanë ikur jashtë vendit, dhe ata që kanë mbetur përballen me rrezikun në rritje të një krize të fabrikuar, e projektuar jo për t'i çliruar, por për t'i shërbyer llogaritjeve politike të largëta, vlerëson Al-Azawi. Kjo nuk është grabitje nafte, thot ai, por grabitje pushteti, një grabitje që e përdor Venezuelën si peng, ndërsa vendos precedente që do të zgjasin përtej çdo administrate të vetme. Pyetja nuk është nëse regjimi Maduros meriton dënim ndërkombëtar, edhe pse meriton. Pyetja është nëse demokracitë duhet të braktisin parimet e tyre kushtetuese për të arritur ndryshimin e regjimit jashtë vendit. Në trajektoren aktuale, përgjigjja duket se është po. Dhe ky është precedenti më i rrezikshëm nga të gjithë, përfundon analizën Al-Azawi.
Pas sulmeve ndaj anijeve venezueliane, Marina amerikane rrëmbeu një cisternë nafte në brigjet e Venezuelës. Sipas ekspertës politikave ndërkombëtare, Belen Fernandez, SHBA po prodhon justifikime të njëjta si ato në Irak në vitin 2003 për të pushtuar Venezuelën. Sipas saj, nga Iraku në Venezuelë, SHBA përdor pretekste të rreme për të arritur objektiva gjeopolitike dhe ekonomike, duke paraqitur këtë luftë si për mbrojtjen e hemisferës, kur në fakt qëllimi kryesor është kontrolli mbi pasuritë dhe stabilitetin politik të vendit. Që nga viti 2002, SHBA ka mbështetur grusht shtete në Venezuelë me qëllim ndrimin e pushtetit dhe për këtë që nga viti 2005 ka vendosur sanksione kundër këtij vendi, të cilat janë ashpërsuar me ardhen e Trumpit, por sipas raporteve të OKB-s dhe ekspertëve ndërkombëtar, çmimin real e paguan populli venezuelian me dhjetra mijëra vdekje, mungesë ushqimi, energjie dhe shërbimesh bazike. Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara rrëmbyen një cisternë nafte pranë Bregdetit Venezuelës, një hapëri në agresionin e vazhdueshëm kundër vendit të Amerikës së Jugut nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, shkruan Belen Fernandez, opinioniste dhe eksperte politikave ndërkombëtare. Sipas saj, gjatë muajve të fundit, SHBA ka shpërthyer në mënyrë të shfrenuar varka të vogla në detin e Karaibeve, së bashku me pasagerët e tyre, të cilët Trumpi ka përcaktuar në mënyrë thuajse telepatike si trafikant droge. Duke ushtruar presionin e tij për egzagerim absurd, Trump deklaroi të mërkurën se anija e sekuestruar ishte një cisternë e madhe, shumë e madhe, më e madhja që është sekuestruar ndonjëherë në fakt. Se përket faktit të ngarkesës së vlefshme të cisternës, Trump komentoi: "Supozimi im është se do ta mbajmë naftën." Padyshim, ky koment nuk ndihmon shumë për të mbështetur pretendimin amerikan se nuk synon as pak rezervat e mëdha të naftës së Venezuelës, por thjesht po përpiqet të mbrojë hemisferën nga narkoterroristët e errët venezuelian, që synojnë të përmbytin atë dheun me fentanil dhe produkte të tjera vdekjepruese. Sipas fantazisë trumpiane, shkruan Fernandez, kreu i këtij operacioni narkoterrorist nuk është askush tjetër veç se vetë presidenti venezuelian Nicolás Maduro. S'ka rëndësi fakti se Venezuela ka afërsisht zero lidhje me drogën që hyn në SHBA dhe as nuk prodhon fentanil, shkruan Fernandez. Në momente të tilla, vazhdon ajo, nuk mund të mos kujtohet sjellja e SHBA-s ndaj një vendi tjetër të pasur me naftë në fillim të këtij shekulli, kur presidenti i atëhershëm amerikan George Bush mbikëqyri një fushat masakre në Irak, të bazuar në akuzat të fabrikuara për armë të shkatërimit në masë. Por me gjithë diskutimet për një luftë të mundshme amerikane kundër Venezuelës, të cilën Trump e ka kërcënuar prej muajsh, fakti është se SHBA tashmë po zhvillon luftë kundër këtij vendi. Pas mbështetjes së një grushti shteti të dështuar në vitin 2002 kundër paraardhësit të Maduros, Hugo Chavez, një ikon socialiste dhe gjemp në syrin e perandorisë, SHBA vendosi sanksione ndëshkuese ndaj Venezuelës në vitin 2005. Sipas qendrës për kërkime ekonomike dhe politike me seli në Washington, këto sanksione shkaktuan më shumë se 40.000 vdekje vetëm gjatë viteve 2017-2018. Kushdo që dyshon në vdekshmërinë e qëllimshme të masave shtrënguese ekonomike, duhet të kujtojë përgjigjen e vitit 1996 të ambasadores së atëhershme amerikane në OKB, Madeleine Albright, ndaj vlerësimit se gjysmë milioni fëmijë irakian kishin vdekur si pasojë e sanksioneve amerikane. Ajo atëherë tha: "Ne mendojmë se çmimi ja vlen." Sanksionet e Venezuelës u shpërsuan ndjeshëm nga Trumpi në vitin 2019 me synimin për të ndihmuar Juan Guaidon, një figurë e panjohur e djathtë që ishte veçpatur presidenti i përkohshëm i Venezuelës në përpjekjet e tij për të rrëzuar Maduron. Këto përpjekje dështuan dhe Guaido përfundoi në Miami, por sanksionet vazhduan të shkaktonin shkatërrim. Në mars të 2019-s, ish sekretari amerikan i shtetit i administratës Trump, Mike Pompeo, u mburr para mediave për efektivitetin e luftës ekonomike. Rrethi po shtrëngohet, kriza humanitare po rritet nga çasti në çast, ju mund ta shihni dhimbjen dhe vuajtjen në rritje që po përjeton populli venezuelian, pati thënë ai. Në të vërtetë, ndërsa narrativa zyrtare thotë se sanksionet synojnë pushtetarët, çmimin e paguan popullsia e gjerë. Në vitet pas vetë zgjedhjes së dështuar të Guaidos, vuajtja që po përjeton populli venezuelian
u bë gjithnjë më e dukshme dhe deri në vitin 2020, ish raportuesi special i OKB-s, Alfred Dezayas, vlerësoi se 100.000 venezuelian kishin vdekur sipas sanksioneve. Në vitin 2021, ekspertja OKB-s Alena Duhan raportoi se bllokada ekonomike kishte bërë që më shumë se 2.5 milion venezuelian të përballeshin me pasiguri të rëndë ushqimore. Kjo pa përmendur shpërthimet dhe sëmundjeve të kontrolluara më parë, vonesat në rritjen e fëmijëve dhe mungesat e ujit dhe energjisë elektrike. Ndërkohë, pikërisht në momentin kur Trump po ndjek të ashtu quajturit trafikant droge në Venezuelë, shkruan Fernandez, ai vendos të falë Juan Orlando Hernandezin, ish presidentin e djathtë narkotik të Hondurasit, i cili u dënua vitin e kaluar në një gjykatë federale amerikane. Në tetor, Trump autorizoi CIA-n të kryejë operacione të fshehta brenda Venezuelës, të njëjtën CIA që, siç dihet, ka qenë e zhytur në tregtinë e drogës prej dekadash, thot Fernandez. Sipas saj, teksa SBA-ja po shkon drejt një lufte tjetër surreale, e armatosur me gënjeshtra flagrante, fjalët janë vërtet shpesh të vështira për të gjetur. Ndryshimi i regjimit në Venezuelë në thelbi shërben drejt për drejt agjendës rajonale të Izraelit. Ky është një këndvështrim interesant i gazetarit dhe autorit Robert Inlakesh. Por si e argumenton ai këtë? Sipas tij, institutet pro-izraelite në Washington publikojnë artikuj që shprehin entuziazëm për perspektiven e kontrollit të naftës venezueliane, duke u siguruar njëkohësisht që Venezuela e re, e drejtuar nga një regjim kukulli SBA-s, të ndërpres lidhjet me armiqtë e Izraelit. Një tjetër faktor shtytës në dëshirën e Izraelit për rrëzimin e Maduros është shfaqja e asaj që tashmë quhet marrëveshjet Isaac. Kjo nismë u shpall publikisht nga presidenti i Argjentinas Javier Milei muajin e kaluar. Kjo nismë tregon një përpjekje aktive të Izraelit për zgjeruar ndikimin e tij në hemisferën perëndimore, ndërsa Shtetet Socialiste të Amerikës Jugut duket të jenë pengesa, veçanërisht Venezuela. Jo vetëm që opozita venezueliane pro ndryshimit të regjimit është e lidhur me partinë Likud të Izraelit, por rrëzimi i qeverisë në Caracas i shërben drejt për drejt agjendës rajonale të Izraelit. Kjo është arsyeja se pse komentator pro-izraelit këmbgulin që ushtria amerikane të ndërhyjë dhe të vërë në rrezik jetët amerikanëve, shkruan gazetari dhe autori Robert Inlakesh. Ndërsa po bëhen krahasime mes përgatitjeve për luftën në Irak dhe propagandës administratës Trump për ndryshime regjimi kundër Venezuelës, një ngjashmëri kyçe po lihet me qëllim jashtëvëmendjes. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është i njohur për rolin e tij si nxitës i pushtimit të paligjshëm amerikan të Irakut në vitin 2003, një luftë që Izraeli nuk e zhvilloi vet, por për të cilën loboi dhe që e inkurajoi përmes instituteve neokonservatore aleate në Washington. Pavarësisht se shtëpia e bardhë publikoi së fundmi një dokument të ri, 33 faqesh të strategjisë së sigurisë kombëtare, ku SBA-ja deklaron se nuk synon më të angazhohet në luftra për ndërtim kombesh dhe se epoka e operacioneve të ndryshimit të regjimit për eksportimin e vlerave amerikane ka përfunduar, administrata aktuale po kërcënon pikërisht një gjë të tillë ndaj Venezuelës. Ajo synon gjithashtu të arrijë këtë rezultat në Gaza përmes planit të anëpushimit të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, thot Inlakesh. Paralele me përgatitjet për luftën e Irakut nuk mund të jenë më të qarta. Komentator konservator pro-Trump po shfaqin edhe për perspektivën e kontrollit të naftës venezueliane. Për më tepër, akuza e rreme se Venezuela është përgjegjëse për krizën e fentanilit në SBA, ka quar në etiketimin e qeverisë së presidentit venezuelian Nicolás Maduro si një regjim narkoterrorist, vlerëson Inlakesh. Megjithatë, nëse dëgjojmë arsyetimet që zyrtarët e administratës Trump përdorin për justifikimin e rrëzimit Maduros, ata akuzojnë vazhdimisht Caracasin për aleancë me Hezbollahun dhe Hamasin. Disa komentatorë pro-izraelit madje pretendojnë se Hezbollahu dhe Hamasi mund të përgatisin sulme në territorin e SBA-s, një akuzë jo vetëm e guximshme dhe pa logjikshme, por pa asnjë provë. Këta nuk janë armiqtë e SBA-s, por armiqtë e Izraelit, çka e bën edhe më të dyshimt fokusimin e tepruar në këtë çështje, shkruan Inlakesh. Për shembull, udhëheqësja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, foli së fundmi në një konferencë në Oslo dhe u pyet për ndërhyrjen amerikane në vendin e saj. Përgjigjja e saj ishte se vendi tashmë është pushtuar.
Kemi agent iranian, kemi grupe terroriste si Hezbollah dhe Hamas që veprojnë lirshëm në përputhje me regjimin. Pretendojmë Machado për të justifikuar pushtimin e vendit të saj. SBA publikoi gjithashtu pamje të konfiskimit paligjshëm të një cisterne venezueliane të naftës, duke justifikuar veprimin me pretendimin se ajo përdorej për transferimin e naftës iraniane. Vlen theksohet se marrëdhënia e Teheranit me Karakasin përmendet shpesh sikur përbënte një kërcënim për Shtetet e Bashkuara, shkruanin Lakesh. Donald Trump, të cilit i është vjedhur çmimi Nobel për paqen nga udhëheqëse opozitare pro luftës në Venezuelë, që ai mbështet për të rrëzuar Maduron, përpiqet të mburret me idenë se është një ndërmjetës paqeje dhe kundërshtar i luftrave për ndryshim regjimi. Megjithatë, mes marsit dhe majit, ai nisi një luftë të dështuar në Yemen, e ndjekur nga goditja direkte ndaj Iranit në qershor, të dyja veprimet kryera vetëm për hir të Izraelit. Institutet pro-izraelite në Washington, si Foundation for Defense of Democracies, FDD, po publikojnë artikuj që shprehin entuziazëm për perspektivën e kontrollit të naftës venezueliane, duke u siguruar njëkohësisht që Venezuela e re, e drejtuar nga një regjim kukull i SBA-s, të ndërpres lidhjet me armiqtë e Izraelit, vlerësonin Lakesh. Në një artikull të ri të shkruar nga këshilltari i lartë i FDD-s për Iranin dhe ekonominë financiare, Said Ghasemnejad, thuhet me ton sigurie se regjimi i ri i Karakasit do të ndërpres lidhjet me Iranin. Teherani e përdor Venezuelën si bazë për zgjerimin e ndikimit të tij xhihadist në oborrin e pasmët të Amerikës. Një Karakas i rreshtuar me SBA-n do t'i dëponte agjentët iranian, duke e bërë kufirin jugor dhe atë dheun më të sigurt. Instituti Atlantic Council ka pretenduar madje se Hezbollahu libanez ka ndihmuar në shndrimin e Venezuelës në një qendër të ndërthurjes së krimit organizuar transnacional dhe terrorizmit ndërkombëtar. Në fakt, në të njëjtin material informues publikuar më 7 tetor 2020 me titull Nexusi Maduro Hezbollah, si rrjetet e mbështetura nga Irani e mbajnë në këmbë regjimin venezuelian, Atlantic Council përdor termin narkoterrorizëm. Instituti vajson armiqtë e Izraelit, duke pretenduar se kanë ngritur një komplot narkoterrorist që përfshin disident të forcave të armatosura revolucionare të Kolumbisë, FARC, kartel droge në Meksik, Republikën Islamike të Iranit, Sirin dhe grupin libanez Hezbollah. Ky fokus obsesiv mbi një teori konspirative pa fakte, shkruanin Lakesh, që vajson një listë të gjatë të armiqve të Izraelit, duke përfshirë së fundmi edhe Hamasin, nuk është i rastësishëm. As betimi besnikërisë ndaj Izraelit nga opozita venezueliane nuk është e tillë. Ndërsa është qartë se Venezuela është aleate me Iranin dhe bashkëpunon me të si një mënyrë për të mbijetuar në sanksionet shkatruese amerikane, teoritë konspirative të paraqitura nga institutet pro-izraelite, politikanët e sponsorizuar nga lobet e Izraelit dhe mediat e rreshtuara me Izraelin janë po aq serioze për nga provat se pretendimet që quhen në luftën e Irakut. Një tjetër faktor shtytës në dëshirën e Izraelit për rrëzimin e shtetit venezuelian është shfaqja e asaj që tashmë quhet marrëveshjet Isaac. Kjo nismë u shpall publikisht nga presidenti i Argjentinas Javier Milei muajin e kaluar. Duke dështuar të përfshijë më shumë vende arabe dhe muslimane në të ashtu quajturat marrëveshje të Abrahamit të administratës Trump, qeveria izraelite tani ka drejtuar vëmendjen nga Amerika Latine. Marrëveshjet Isaac tregojnë një përpjekje aktive të Izraelit për zgjeruar ndikimin e tij në hemisferën perëndimore. Lëvizjet dhe qeveritë e majta në Amerikën Latine historikisht kanë qëndruar përkrah çështjes palestineze, një trashëgimi rezistence të përbashkët ndaj imperializmit që vazhdon edhe sot. Nëse qeveria e Venezuelës rrëzohet, parashikohet një efekt domino, duke rrëzuar edhe qeveri të tjera të majta në rajon, ose të paktën SBA do të kalojë te objektivat e radhës. Kjo do thotë se Kuba dhe Nicaragua do të jenë në shënjestër. Sipas Lakesh, që Tel Avivi të ketë sukses me misionin e marrëveshjeve Isaac, i duhen partitë financuara nga SBA-ja që të fitojnë zgjedhjet dhe Washingtonit kryej operacione për ndryshim regjimi në gjithë rajonin. I vetmi vend që duket imund ndaj kësaj strategjie për momentin është Brazili nën presidentin aktual Lula da Silva. Kudo tjetër, Izraeli ka njerëzit e duhur në poste për ta çuar këtë strategji deri në fund, vlerëson Lakesh, i cili shton se mjafton të përmendet sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili jo vetëm që ka përfituar të paktën mbi $1 milion nga fondet e lobit izraelit, por ka edhe armiqësi personale ndaj udhëheqjes kubane, si pjesëtar i diasporës së atij vendi, gjithsesi pro ndryshimit të regjimit.
Rubio e kupton mirë se ndryshimi i regjimit në Caracas çon në rrëzimin e qeverisë në Havanë. Edhe pse Izraeli nuk është faktori vetëm shtytës i agjendës administratës Trump për ndryshimin e regjimit në Venezuelë, është e pamohueshme se ai është një faktor dhe se do të përfitoj patjetër nga një rezultat i tillë, shkruan mëtej gazetari Robert Inlakesh. Venezuela, sipas studiuesit kolumbian Alfonso Insuasti Rodriguez, nuk sulmohet për shkaqet ideologjike, por sepse ka naftë, minerale dhe burime strategjike. Rezervat e saj gjigante dhe pasuritë e Orinokos, Amazonës dhe mburojës së Guajanës janë objektivi real i kapitalit transnacional dhe politikës amerikane, thot ai. Rodriguez thot se ajo që SBA po bën sot në Amerikën Latine nuk ka asgjë të përbashkët me marrëdhënien ndërkombëtare normale. Është mashtrim politik, presion ekonomik, manipulim mediatik dhe përdorimi i frikës për të detyruar shtetet të binden. Sipas Rodriguezit, pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, politika amerikane është e njëjtë. Qeveritë që nuk binden ndëshkohen, ato që rezistojnë destabilizohen. Përballë humbjes së hegemonisë së saj globale dhe konsolidimit të fuqive në ngritje si Kina, Rusia dhe India, Washingtoni ka zgjedhur të reaktivizojë politikën e tij perandorake, të mbështetur në shtrëngim, kërcënime dhe imponimin e kaosit si metodë kontrolli rajonal. Shkruan në analizën e tij Alfonso Insuasti Rodriguez, studiues dhe profesor në Universitetin San Buenaventura në Kolumbi. Sipas tij, ajo që po dëshmojmë nuk është diplomaci, por një politikë e jashtme e mbështetur në mashtrim, shantazh dhe manipulim mediatik. Shtetet e Bashkuara i justifikojnë veprimet e tyre përmes narrativave të mbrojtjes së demokracisë ose luftës kundër trafikut të drogës, por pas këtyre diskurseve fshihen interesat reale. Kontrolli mbi burimet strategjike si nafta, ari, bakri, gazi dhe litiumi, si dhe ruajtja e ndikimit të tyre në atë që historikisht e kanë konsideruar si oborrin e tyre të pasmë, shkruan Rodriguez. Venezuela ndodhet në qendër të kësaj përplasjeje. Rezervat e saj gjigante të naftës, së bashku me pasurinë minerale të harkut mineral të Orinokos, depozitat e arit të mburojës së Guajanës dhe burimet e jashtëzakonshme ujore të Amazonës, janë prioritete kyçe për kapitalin transnacional. Agresioni nuk është ideologjik, por ekonomik dhe gjeostrategjik, thot Rodriguez, sipas të cilit interesi i Shteteve të Bashkuara për të kontrolluar Guajanën, një vend i pasur me burime gazi dhe nafte dhe aktualisht i përfshirë në një mosmarrëveshje territoriale me Venezuelën, i shërben synimit për të rrethuar Caracasin dhe për të konsoliduar një korridor dominimi energjetik dhe ushtarak në veri të Amerikës së Jugut. Kjo ofenziv plotësohet nga ripozicionimi ushtarak dhe politik në Kolumbi, një vend me rëndësi strategjike për interesat e Washingtonit. Që nga nisja e planit Kolumbi, i cili shënon tashmë 25 vjetorin e tij, është konsoliduar një model nënshtrimi strukturor në fushat e sigurisë, inteligjencës dhe doktrinës ushtarake. Në petkun e bashkëpunimit kundër drogës, SBA krijoi një rrjet të gjerë kontrolli territorial, logjistik dhe politik, i cili sot shërben si platformë për strategjinë më të gjerë të përmbajtjes drejt jugut, për të dominuar Karaibet, Amazonën dhe rrjedhat energjetike të rajonit. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet roli i Brazilit, një vend gjithnjë më i rrethuar dhe i vënë në presion në të njëjtën narrativ të luftës kundër trafikut të drogës. Sërish, thot Rodriguez, jemi dëshmitar se si kaosi provokohet dhe mbahet qëllimisht përmes kësaj retorike për të justifikuar ndërhyrjen. Agresiviteti amerikan shprehet më tej përmes zgjerimit të bazave ushtarake, operacioneve të fshehta dhe fushatave të dezinformimit. Këtyre ushtohet mbështetja e qeverive të bindura dhe destabilizimi atyre që ndjekin një rrugë autonome. Këtë e shohim qartë në Ekuador, Peru, Argjentinë dhe Kili, vende ku Washingtoni ka riafirmuar ndikimin e tij përmes aleancave me elitat politike dhe ekonomike vendore, duke përhapur kaos si mjet dominimi, sipas Rodriguezit. Për Shtetet e Bashkuara, paqëndrueshmëria nuk është problem, por një instrument funksional për të justifikuar ndërhyrjen dhe për të përjetësuar kontrollin. Në këtë kontekst, Kolumbia dhe Venezuela janë pjesë kyçe. E para shërben si platformë për projektim ushtarak dhe politik, e dyta si objektiv për zhveshje nga pasuritë dhe kontrolli energjetik.
Në të dyja rastet, skenari është i njëjtë: krijimi i cinueshmërisë, nxitja e konfliktit brendshëm dhe përdorimi i diskursit të luftës kundër drogës ose mbrojtjes së të drejtave të njerëzit si pretekst për shkeljen e sovranitetit kombëtar, shkruan Rodriguez. Logjika themelore e kësaj strategjie është e qartë. Shtetet e Bashkuara nuk tolerojnë qeveri autonome, dinjitoze apo sovrane, vlerëson Rodriguez, pavarësisht se cila parti ndodhet në shtëpinë e bardhë. Politika e jashtme e Washingtonit ruan një vit të qëndrueshme ndërhyrjeje dhe shtrëngimi. Në Kolumbi, përpara zgjedhjeve të vitit 2026, po shfaqen gjithnjë më shumë prova për përpjekjet e SBA-s për ndikuar procesin dhe për siguruar që administrata e ardhshme të parafrohet plotësisht me interesat e saj gjeopolitike. Amerika Latine po fillon të shikojë drejt aleancave të tjera, bllokut BRICS, marrëveshjeve të bashkëpunimit me Kinën dhe Rusinë, si dhe mekanizmave të rinj jug-jug. Sipas Rodriguezit, sanksionet, bllokadat dhe presionet e Venezuelës kanë prodhuar të kundërtën e asaj që synonte Washingtoni. Ato kanë forcuar vendosmërinë sovrane dhe afrimin e saj me qendra të tjera të pushtetit global. Në këtë skenar, rajoni përballet me një sfidë historike. Ai duhet të ndërtojë koordinim të thellë politik, ekonomik dhe kulturor, që i mundson të rezistojë agresionit të jashtëm dhe të afirmojë vizionin e vet të zhvillimit dhe bashkëtesës. Kjo nuk është thjesht një aleancë qeverish, por një unitet që buron nga popujt, organizatat dhe komunitetet që mbrojnë jetën, sovranitetin dhe të drejtën për vetëvendosje. Historia afër dëshmon se kudo ku ndërhyn SBA-ja, pasojnë kaosi dhe kolapsi institucional, shkruan Rodriguez. Në të kundërtën, kudo ku popujt arrin të afirmojnë autonominë e tyre, hapet mundësia për paqe qëndrueshme, drejtësi shoqërore reale dhe integrim rajonal të bazuar në solidaritet. Sot, më shumë se kur, Nuestra America ka nevojë për unitet, qartësi dhe vendosmëri, shkruan Rodriguez. Sipas tij, Venezuela reziston me dinjitet, Kolumbia kërkon çlirimin nga tutelat e huaja dhe popujt e kontinentit ngrihen kundër diktaturave të tregut dhe dominimit perandorak. Mbrojtja e territorit, burimeve natyrore dhe sovranitetit nuk është thjesht një kauz kombëtare, është një detyrë e përbashkët kontinentale. Sipas Rodriguezit, vetëm përmes një artikulimi të fortë etik, politik dhe popullor, Jugu mund t'i jap fund luftës së përhershme të imponuar nga veriu dhe të hap rrugën drejt një paqeje të ndërtuar mbi drejtësi, dinjitet dhe vetëvendosje për Amerikën Latine. Ishte kjo të ratë të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.